Përshëndetje të nderuar teleshikues të Report TV. Mirë se vini në Frontline Interview, së çdo martë të mërkurë në orën 15:30 në transmetim të drejt për drejt me mua Marcela Karapançon dhe çdo të njëjtë në orën 21:00 me debatin dhe aktualitetin politik të javës. Pa diskutim që do të fokusohemi në Frontline-in e sotëm për të kuptuar më shumë në lidhje me konfliktin SBA-Iran, një nga konfliktet që ka mbërthyer mbar globin dhe që do ta shohim edhe në perspektivën e Shqipërisë sa realisht mund të rrezikohet Shqipëria. Jemi ne në rrezën e raketave iraniane dhe çfarë do të sjellë ky konflikt me pasoja edhe si do të mund të menaxhohet ai. Por për të folur për këtë temë do të kem kënaqësinë të kem në bisedë online një general ish ministër të Brendshëm, zotin Sander Leshaj, të cilin do të uroja mirë se ardhje në Frontline. General, faleminderit, mirë se vini, është kënaqësi të bashkëndajmë këtë bisedë së bashku sot. Mirëdita, ju përshëndes dhe unë. Faleminderit që pranuat na jepni mendimet tuaja, eksperiencën tuaj në lidhur me këtë çështje kaq sensitive. Duke e nisur pak me konfliktin në vetvete mes SBA-s dhe Iranit, me Izraelin në mes, është një konflikt që mund të përshkallëzohet në suazën e luftrave, apo është thjesht një konflikt luftarak? Si mund ta përkufizojmë deri tani? Po keni ndjekur sot deklaratat e sekretarit të luftës të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai tha që vetëm sa kemi filluar. Me fjalë bëhet diskutimi është për një çështje që ndoshta mund të zgjasë dhe mund të ketë edhe përshkallëzim, sepse kemi të bëjmë me një ballafaqim midis dy fuqive të konsiderueshme. Shtetet Bashkuara e Izraelit nga njëra anë, por dhe Irani nga ana tjetër është një fuqi relativisht e konsiderueshme ushtarake, kështu që konflikti edhe mund të zgjasë. Çfarë do të thotë një përshkallëzim i këtij konflikti? Si mund përkthehej për dy vendet, por edhe më gjerë? Po, përshkallëzimi ka të bëjë me gjeografinë e konfliktit, nëse konflikti do të marrë për masë më nda gjeografike, ashtu siç po përpiqet Irani që t'i jap, duke tentuar të përfshijë në ballafaqimin ushtarak edhe vendet tjera të rajonit. Sot madje një raketë u lëshua edhe kundër Turqisë. Po, në kufirin turk. Tregon qartë që Irani në këto kushte të vështira ushtarakisht dhe politikisht për të, është i interesuar që të përhap zjarrin me idenë që të transferojë kostën dhe peshën politike të konfliktit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku publiku amerikan nuk ka qenë i përgatitur dhe nuk është i përgatitur për të hapur një konflikt të ri, aq më tepër kur deklaratat e presidentit Trump dhe kartat e fitores të elektorale kanë qenë dhe mbajtja e Amerikës larg konflikteve ushtarake. E qartë, por meqense përmendet pak raketën e cila u hodh sot nga Irani dhe që vendet anëtare të NATO-s, nëse sjellim ndërmend edhe artikullin 5, ku një për të gjithë për një, e kanë mundur ta neutralizojnë atë pa pasur asnjë rrezik, le të themi, për zonën apo Turqinë. Realisht Turqia mund të jetë një zonë rreziku dhe sa afër mund të ndihemi dhe ne nëse vjen edhe më tej në Mesdhe në Ballkan? I kam ndjekur këto diskutimet në fakt pa kuptim lidhur me një rrezik imediat që i ka nosur dhe Shqipërisë prej raketave balistike të Iranit. Unë e konsideroj këtë një tezë hipotetike e cila nuk meriton trajtim të madh për arsye të ndryshme, arsye distancës, arsye të angazhimit në shumë fronte të Iranit dhe arsye e fundit që është më kryesorja, arsyeja e mbulesës sigurt ajrore, mbrojtjes sigurt ajrore e cila kryhet në kuadër të NATO-s. Duhet të dimë një gjë, që NATO e vetmja gjë që NATO funksionon si e përbashkët 24 orë, 7 ditë të javës është mbrojtja ajrore. Të gjitha çështjet tjera janë çështje që duhet zgjidhen individualisht, e mandej mund të futet në punë ose në lojë aleanca. Nëse sa e përket kërcëtimeve ajrore, aleanca është përherë e gatshme dhe hapësira ajrore e NATO-s konsiderohet si një e tërë. Kështu që këto alarmet që përhapen dhe që thjesht janë tymnaja, besoj që nuk meritojnë trajtim të gjatë, janë thjesht diskutime për të rrejë vëmendje dhe për të ngjallur kurreshtje më shumë se panik nuk besoj se mund të arrijnë të ngjallin. E çaj, pra le të themi, po na thoni që duhet të rrim të qetë që